Mustaqe. Nuk pëlqen? Sa i shumtuar e bërë. Vërtet? Ti heq? Jo. Je mërzitur? Shumë. Mirë që janë telefonat, se edhe zërin do të kishim marruar njëri tjetrit. Më shpove me këta. Po të më lejonin, do t'i transmetoja vetë të gjitha ndeshjet e skuadrës tënde. Kështu? Pa përboj njërë. Të dashur dëgjues, përpara fillimit të ndeshjes, jemi takuar me trajnerin e skuadrës. Që mund të na thoni shoku Adi? Tani e para. Po? Është mirë që kronistët e futbollit të mos jenë vajzë. Po e dyta? E dyta. Të mos qëndrojnë në një kabinë me të intervistuarin. Ashtu, a? Po. Atëherë unë po shkoj në kabinën tjetër. Të dashur dëgjues, na falni për ndërprerjen, por intervistuari ka shumë të vështirë të flasë. Adi, mos e mbyll derën. Pse? Jemi në transmetim direkt. Më vdiq kjo këpuca. Plag me ka për këmbë. Hajde, pse bësh e keq? Pse po bëjmë keq? Mos bëj kështu se të kam na. Pse? Mos përtash, mos thamë. Mirëmëngjes. 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 Njofto për valutën të niset me njëherë në drejtorinë e përgjithshme. Po njoftoj me njëherë. Mirëmëngjes. I bët gati dokumentat për investimet e ushqimores? Si urdhron gati. Më sill edhe ato të fabrikës, kuce. Ha, ç'bët për kredit? Kush i ka konceptuar këto e të leve? Po. Thire pak. O, Nardi, Urdhëro. bisedova me ata të komitetit për levertinë ekonomike të objekteve. A dhe janë dakord me mendimin tonë, kështu që mund të fillojmë. Mirë. Më kërkuat shoku drejtor? Ju e keni përgatitur këtë material? Po ju e dini këtë. Po, por diçka tjetër nuk di. A ju pëlqen puna në bankë? Po pse ma thoni këtë? Sepse ju vini këtu sa për të marrë rrogën. Shoku Astrid. Përse nuk mi keni sjell planet e kredive të ndërmarrjeve? Më ka lindur një problem. Ky është justifikim. Nuk është qëra partin do të kemi ju. Për të gjithë neglizhencët e deri tanishme, unë do të propozoj në mbledhjen e ardhshme të organizmit vretje me paralajmërim për largim nga puna. Shoku Astrid, unë nuk kam neglizhuar. Por jam ndeshur me një problem tepër të ndërlikuar. Ky problem lidhet me uljen e efektivitetit të kredisë në stabilimentin e sharave. Në stabiliment? Si ka mundësi? Ata e kemi nga ndërmarrjet më të mira të rrethit. Po pikërisht këtu qëndron e keqja. Gjendja nuk është ajo që thuhet. Prandaj mua duhet shkoj vetë. Përse nuk e shkuar? Po edhe tani vonë nuk është. A mund ta marr nesër makinën? Për atje ka linjë. Më shkau nga mendja një gjë e tillë.
shenja tjetër. Njërieni, Ja tjetër. qenë të shenja? Një shaka e idhur e shartarve. Këto stiva nuk kanë marrë mundimin të heqë njëri prej këtu. Tani ato janë kalbur dhe zblenë me parazit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. mirë. Po këta që. Petleva, ç'ke? Nuk jam mirë sa i mirë. Po këta që bëjnë kështu? Për dashuri kanë ardhur këtu. Jënë tuaj, kombinati i një drurit jo vetëm i realizoj, por edhe i tejkaloj detyrët, bile në mënyrë të ndjeshme. Prandaj dhe kolektivi ynë u rëndit në krye të ndërmarrjeve më të përparuara të rrethit, bile të gjithë vendit. Ju shok shartar punuat me mobilizim, me frymë të lartë revolucionare. Prandaj realizuat edhe detyrat 116%. Ju lumë shok. Rrjedhimisht, kolektivi ynë u nderua dhe me flamurin e garave socialiste të rrethit. Takzoni shok shartar. Po shkoj për të siguruar një makinë, nuk vonohem. Leva do të më falësh, po si që shes sot është një ditë tepër e ngarkuar. E shë. Por mua më duhet bëj disa verifikime. Çfarë verifikime shkërkon të ndihmoj? Unë mendoj që këtu shifrat e bujshme, euforia po mbulon një masakër. Masakër? Po pse çfarë është masakër këtu? Para e shtetit. Ju sharrën e keni vënë mbi to dhe jo mbi drurët. Po kjo që thoni ju është serioze? Po pse është serioze, unë mendoj që këtu mund të pezullohet prerja. Po kush jeni ju që po më flisni me këtë gjunjë? Po ju dini shumë mirë se kush jam. Një nënpunëse banke. Jo më vajzë. Një nëpunëse e bankës duhet njohë mirë kompetencat dhe detyrat e saj dhe jo të flas budallallëqe. Tani mo do të falësh se nuk kam më kohë. Kush na pas ka ardhur, por çfarë të përmbysi? Kalare mos më shaj tani ja. Ta jap. Ku e pas këtë? Pas jalëm vetëm sonde. Jo, këtu është. Astrid, eja të shohësh kush na ka ardhur. Gjera atë se sonde kam marrë për ty. Do më bësh pite po ti ke që tani. Të bënon aty me një herë, o birë. Ati e ke shkon. Çore. Po s'do mund. Po të mos martohesh poezi do të lexosh. Ba, si rregullove një herë të libra. Më mësua se të më shqetësen me Martin. Por e çfarë tipi është një etleva që keti atje? Etleve? Çfarë the me Martin? Ka njëherë më duket interesante, pa për e gjykime. Mënyra si sillet, e dashuria e hapur me atë sportisin.
Para se pastaj kur më duket e lehtë fare. Ka dhe një të qeshur pa dëryshme. Këtu ma pruri sot. Pse? Ma tërboj. Dhe gjandi më këshilloj që do vë kyçin sharrave. Po pse, ka që problemi mi bërë për june? Jo, mërë çfarë problemi. Ajo më tha se do të verifikon dhe diçka. Por mua më duk më tepër justifikim për një material që nuk ishte përgatitur. Thuaj asaj mos flasi budalla që. Para disa ditësh i dhash një paralajmërim për pushim nga puna. Si bëri fare për shtypje. Skaluan 2 ditë kur e shoh në rar të punës duke u ngjitur nga stadiumi. Ka krijuar një lloj nervozizmi. Sot në tërboj, s'dim dhe qëtoshte. Ka disa ditë kështu. Më duket se do të javë. Nuk e besoj, ajo është dorë. Pjave shkodër. Dgjoj. Kam një komshi që punon stabiliment. Një ditë e kishte parë me një tjetër më pyet. Po. Çfarë the ti Agim? Asgjë, profesor. Ja pyet. Asgjë, profesor? Po të pyes çfarë the? Asgjë, profesor, më vjen keq. Me siguri ti e di që unë kam marrëdhënie me të levën. Po, diçka kam dëgjuar. Kam dashur të vira tek Sharrat, po nuk kam patur kohë. Isha të pyes për diçka. Po. Një herë kur e të leva ka ardhur atje tek Sharrat me një nga ata të bankës, shartarët i kanë parë duke bërë dashuri bashkë. Dhe këtë gjë e din të gjithë atje. Kush ta ka thënë këtë? Çe rëndësi ka? E kam dëgjuar nga disa njerëz. Dëgjoj, dhe ata që ta kanë thënë kështu janë maskari. Unë këtë rast e njoh dhe ajo nuk ka patur një marrje mend të lehtë dhe asgjë më tepër. Dëgjoj për të flas hapur. Unë me të levën kam disa kontradikte serioze pune dhe sigurisht do ta kisha më të lehtë të të flisja kështu apo ashtu, më kupton? Unë këtë rast e njoh mirë dhe do të më rëndonte po të flisja ndryshe. Faleminderit. Sa është plani i kredisi i miratuar për stabilimentin? 3 milion. Po mirë. Kjo shifër më duket normale. Shoku drejtor, unë jam kundra dhënies kredis. Dgjë. Lëra mos më bëj këtu. Ne e kemi diskutuar materialin edhe ti nuk e qenë kundër. Ashtu është. Unë nuk isha bërë verifikim. Kush t'ka penguar? Në ora 11 më sill materialin për miratimin e kredisë, sepse duhet përgatiten për të paraqitur në drejtorinë e përgjithshme. Qartë? Shoku drejtor, unë mund të bëj dhe ashtu. Po kam përshtypjen se ato miliona do shkojnë dëm. Dgjë më i vezë. Këtu nuk je në rrugë që të flasish me përshtypje apo me hamendje. Këtu je në bankën e shtetit. Me që jemi në bankën e shtetit, unë po ju them se në stabiliment duhet ndërpritet edhe prerja edhe kredia. Ti nuk je në vete më i vezë. Ti nuk e ke idenë se ç'është banka. Edhe nuk kupton asgjë nga problemet edhe shqetësimet e kohës. Në vend që të mendosh për nxitjen e fronteve të reja të punës, më thua për ndërprerjen e saj. Nëse të dham vërejtje për neglizhencat që ke treguar, tani po të them se me këto koncepte që ke ti për bankën, ti vetë duhet kërkosh që të largohesh që këtej. Dhe unë po ju them se me dëshirën time unë nuk largohem që këtej. Po nëse ju nuk e kuptoni që banka duhet vihet në mbrojtje të miliona lekëve që po shkojnë dëm, më vjen keq që jeni drejtor. Dilesht.
Hajde ulu. Mirë që të pash njërë të mërzitur. Që pas kështë? Bëra fjalë me drejtorin. Nxori nga zyra. U dha se ç'ke? S'është aq e thjesht. Edhe unë atë prova. Koma me drejtorin ti? Të pëlqen kë? Dalta ka pak për veshësh. Më dha një shok. Më dha për vajzën e motrës se më ngri veshët. Kamerë! Ama ti çfarë bën tani se më trembe? Kape. Kape për se të iku. Këtej. Çka? Pata një dhimbje të tmerrshme. Më morën mend. Mirë mbrëmë. Nisë erdhe. Erdhe babi? Ndjen gjë tani. Nuk kam gjë ja. Çfarë ka vajzë? Nuk është mirë. Çfarë ke më bëj? Çfarë ke? Nuk kam gjë më së shqetësa. Nesër duhet vish patjetër në spital. Dëgjove? Dëgjoj mama. Ha doktor. Rita, qoje pak aparatin e tensionit të doktor Nesi. Infermierin e largova për të mos qenë e pranishme në bisedën tonë. Unë këtë vizit nuk përshënoj në regjistër. Ju nuk jeni fejuar akoma, apo jo? Jo. Pse doktor? Ty shoj për një shtatë zëni. Si? Çfarë? Që shke që thoni, doktor? Doktor, më vjen shumë keq, po kjo që po thoni është një gjë kaq e pasakt. Është një marrëzi, doktor. Unë po bëj sikur nuk I dëgjova këto që thatë. Mos bëni sikur nuk I dëgjuat se unë mund t'i përsëris. Ashtu? Po mirë atëre, po të rikjem unë për një qast. Mbas disa ditësh, mundi në nështëroni një kontrolli tjetër? Këtë e bëj për të shuar mëndyshjet e tua. Ju falenderit, doktor. Po unë nuk kam asnjë mëndyshe. Jema, për sot mbaruam, nesër në ora 9 këtu. Jo këtu. Ti do bësh të rritë seriozisht, mos më rishkot në portë. Herë nuk dua si një lloj justifikimi. Ha? Ishe të miku? Isha. Ç'të tha? Më tha që jam shtatzan. Leri shaka tani më thuaj ç'të tha. Nuk bësh shaka ashtu, më tha. Pa I tha një budallëk, tha një marrëzi. Çfarë thu? A jeni vete? Të lutem mos u shqetëso kot. Si të mos shqetësohem? Ti ke mbetur shtatzon dhe unë të mos shqetësohem? Kjo është e tmerrshme. A janë rregull? Po çfarë më kujton ti mua? A dhe ti po më fyen, përpiqet më kuptosh. Çfarë të kuptoj? Çfarë të kuptoj pra? Jo këtu. Unë të kam dashur. Dhe nëse deri tani nuk I kam vlerësuar fjalët që më kanë ardhur për ty, kjo ka ndodhur se unë të kam besuar. Po unë nuk të lejoj që ti të tallesh me mua. Edi mos fol marzira, ky është thjesht një keq kuptim. Po, një keq kuptim. Gjithçka që flitet për ty një keq kuptim është. Edhe unë kështu kam menduar. Bile e kam pranuar si keq kuptim që ty të gjetë në pyll në krahat e dikujt tjetër. Më thuaj tani. Cili është babai I kësaj fëmije? Fol. Përgjigju. Përgjigju. Nuk mund thuash dot se jam unë.
Dhe përderisa nuk e thua dot një gjë të tillë, nuk duhet të vije këtu. Pse bën kështu? Po pse qano, mama? Po si pse qaj, po natur prove. Në nëzive faqe na futet gjallë në dhena. Po jo, mama, jo. Mos më thua jo se jam gati t'u lëri që të tundet dhe Po, mama, po pse nuk më beson? Ik. O, mama, po pse po më çmend? Unë nuk kam pasur marrëdhënie intime me të. Ik të thash. Jo. Ti duhet më të dëgjosh edhe disa fjalë. Sepse sot është hera fundit që ne flasim bashkë. Ti je vizituar dhe herë tjetër tek mjeku. Jo, Adi, nuk është e vërtet. Mos fol. Je vizituar dhe mua nuk më ka thënë, ka mashtruar. Mua më vjen keq për veten time se kam besuar siç beson një fëmijë, kurse ti ke luajtur me mua. Adi, ti nuk do të kuptosh. Mos fol të thash. Ka ty nuk duhet të dëgjojmë asgjë. Ki edhe pak durim se mbarova. Që nga ky çast duhet të më lësh të qetet, mos më kërkosh më kurrë. Shko trokit e ka derë ku ke trokitur dhe herë të tjera. Mirëmbrëma. Hypotesim. Në nëzive, lecë knapëre. Jo, baba, jo. Që baba më thua tim, baba ti vure zjarë. Dëgjoj, Leva. Shkoj takoj atë sportistin. I thuaj të vi me njerëzit e ti. E djeve nënën? E dëgjova, po nuk shkoj. Do të shkosh që tashti. A i vetë ka thënë që do të vinte një ditë. Përse ta zgjasim më? Në qofë se nuk shkon ti, do të shkoj vetë bisedoj me të. Jo, mama, nuk do shkosh. Unë jam ndarë për gjithmonë me ta. Për gjithmonë? Si thema, e? Undave. Dhe ku të të rishteni? Këtu? Po nuk e kupton se si e ka të ndisur? Ka të ndisur? Po pse që në kam ka të ndisur? Dëgjo, baba. Që baba? Përjashta. Përjashta dhe mos më shkelish me në këtë trak. Mjaft tani. Nuk lejoj asë njëri të më thyej, më tepër se sa duhet. Jashtë në rrugë nuk dal, sepse po të dal që këtej do me thënë që jam rrugaça. Rrugaça unë nuk jam. Me që nuk doni të jetoni me mua, unë kam dhomën time. Por ju let jetë njësoj sikur nuk jam në këtë shtëpi.
më beso. Po ti gjithmonë më ke besuar. Po të besoj, Morbir, Po të lutem, mama, mos më lër vetëm. As vetë nuk e di se ç'po ndodh. Kam shumë nevojë të mbështetem diku. Jo, më shpirt, nuk të lëmoni vetëm. Ne për ty jetojmë. E të leva. Po që kjo, më nënë? Kam vap, mama. Shumë vap. Ngro. Hajde të futemi brenda se do ftohesh. Astrid! Ku po shkon? Në shtëpi. Hajde, se do të regoj diçka interesant. Bëre për atë problemin tim. U përplasa keq. Edhe ty të ka vënë përpara një fare të leve. Çështja nuk është nëse më ka vënë apo jo përpara një fare të leve. Ashtu siç e ngre ajo problemin, çështja është shumë delikate. Po mirë, po pse? Apo sepse realizojnë dhe te kalojmë planin. Unë nuk e kuptoj gjënë. Flamurët na jepen atje. Televizioni flet, gazetat shkruajnë për ditë. Ore 116% realizuam termujorin që kaloi. E pa falon tani, nuk do zgjidh problemet e transportit. Banka nuk i bën veprimet në përqindje. Ajo punon me një logjikë ekonomike. Çfarë ka shpërndar dhe çfarë ka mbledhur. 116% Martin është vetëm një shifër. Problemi qëndron pas kësaj shifre, kemi efektivitet apo kemi dëme? Po, e si dalim ne me ato llogaritjet tuaja? Lani një llogaritë e janë të shikoni mbretreshën. A, po na është ngatruar biseda mërti. Kush ua ka ngatruar bisedën? Nuk e njëti, jo është një në punëse e bankës e të leva quaj. E njo. Ka qenë tek unë për vizitë. Që vizit do të bëja jo të këty? Ka ngelur shtatzan. Shtatzan? Është një shumë tronditse. Jo, nuk ju ka shqetësuar ky fakt? Sigurisht na ka shqetësuar. Kemi bërë edhe relacion drejtori. Po problemi nuk është kaq i thjeshtë. 2 kafe, ju lutem. Në këto shara punojnë shumë forca. Mua kjo nuk më duket logjike. Njerëzit nuk mbajnë në punë thjesht për të marrë rrogën. Për këtë shumë që nuk e quajmë vjedhje sepse nuk shkon në xhepin e askujt. Duhet apo nuk duhet përgjigjet dikush? E kush duhet përgjigjet? Nuk di ç'të them. Sidoqoftë unë kam martuar atë kontrollin. Faleminderit. Një akt kontrolli tillë është një tërmet për ndërmarrjen tonë. Ndoshta. Nuk e di. Ju i dini marrëdhëniet e Martinit me drejtorin tuaj? I di. Po mendojni edhe një herë. Firmoseni. Po dale, si ta firmos tani? Pastaj nuk është as drejtori këtu. Drejtori kur të vile ta firmos. O, e të leva. Drejtorin ku e keni? Ka shkuar në Tiranë. Aha. Çfarë keti? Përse ke kapur kaq përpjekur me mua?
Këtë nuk mund ta mohosh. Më çuditën mënyra e formulimit të atij akt kontrollit. Ishte shkruar me një gjuhë tepër nervoze. Ndoshta. Po mirë, çka më bërën që duhet jem në një pozitë kaq të vështirë? Kam punuar sa mos bëhet, apo s'është kështu? Është edhe nuk është ashtu. Dhe gjë të leva të flasim hapur. Njerëzit edhe gabojnë. Ja, të dyne për shembull. Jemi në vështirësi. Po, më e keqja është se këto vështirësi na vinë në një çast të papërshtatshëm, do të thoja unë. Ç'është ky çast i papërshtatshëm? Unë thash të flasim hapur. Në qoftë se ti më bën këtë pyetje, atëherë Dale, prit. ti duhet ta dish unë atë doktorin e kam shok. Jo sa Astridin, sigurisht, po aq sa fjala ime mund të ndikojë tek ai për të ndihmuar në mënyrë të fshehtë, sigurisht. Edhe po të jetë nevoja edhe për një abort. Si? Si ku zam? Si nuk të vjen turp të bësh një bisedë të tillë, dil jashtë! Dil jashtë, po të them. Unë do dalë se nuk kam më. Po kështu do t'ishte më mirë për ty. Jashtë. O, Astrid. Hajde. Pas ke patur njerëzë? Para një lojë me një inxhinier. Ç'kem? Mirë. E paraqita kërkesën edhe projektin për kredin tuaj. Këtë javë besoj miratohet. Aha. Po me atë akt kontrollin ç'bëhet? Ajo ngul këmbën e saj. Shkon edhe më tej. Si më tej? Kërkon të vi patjetër për të bërë një proces. Proces? Më ka vënë një pozitë shumë të vështirë. E pse që ngen pozitë vështirë ti? Në pozitë vështirë duhet jetë ajo. Gjithkush e kupton se asaj duhet një dek ku të kapet. HR e kërkon të krijojë një mjergull për shpëtuar veten. Gjithçka është e qartë. Ti atë e ke ferë në përkëmb. Tani që të erdhi rasti zhduke. Si që nga kjo zhduke? Pa mund të mbahet në bank një femër me moral të dyshimt. Mua më duke se nuk ka asgjë të pamoralshme. Të dashurosh ose të pësosh dram në dashuri nuk është e pamoralshme. Të gjithë kemi një orë, por kjo nuk do të thosë se nuk kemi të ndershëm. Mbaj atëherë. Pa ajo po të gjeti rastin të shkatron. Se çfarë kujtonte, ajo nuk e di se ne të dy jemi shok? Duke u përpjekur të më godas mua, ajo të godet ty. Jo, nuk e ka me mua. Problemi që ajo ngre është i drejtë, por gabimi i saj është se ajo kalon ekstrem. Edhe nuk mendon për zgjidhje. Por zgjidhja është e lidhur me akt kontrollin. Është e lidhur me procesin që kërkon të më bëj. Pra është e lidhur me atë. Ajo nuk pranon, prandaj duhet larguar. Të thash një herë që e kam tepër të vështirë. Tani unë nuk po e kuptoj këtë do të ndihmosh ti mua apo atë. Ndihma ime është gjetja rrugës së zgjidhjes së problemit. Prandaj mos ma bëj pyetje kështu. Po sulmi i saj ndaj meje i letësht? Ora ajo kërkon të më fut në një labirint nga i cili nuk dilet dot më. Edhe pse? Sepse kam punuar si kafsh. Po pse mi thua mua këto? Jo, do të t'i them që të mos luhatesh. Po më thuaj ku më ke gjetur më shumë në shtëpinë time apo këtu në mes të pyjeve? Kam harruar prindër, grua dhe fëmijë.
E kur e atleva jote më flinte për 7 palë qefa ose brithande e këtej, rria unë zgjuar në mes të dimrit mes pyllit edhe të borës, apo s'është kështu? Dakord, kjo është vetëm njëra anë. Po këto te kalimin, 116% detyrimisht do të kalben. Ky është problemi që ngreja. Nisë. Ta lëmë një këtë çështjen time tani të rikthehemi tek ajo. Thuaj ti mua, mund të qëndrojë në bank një femër e cila do të ketë një fëmijë atësia të cilit nuk njihet? A more pranon ti shoku drejtor që në bank të punojnë njerëz me moral të dyshimt? Të mos i ngatrojmë gjërat. Unë do të pranoja që ajo të largohesh nga banka. Vetëm në rast se do të bindesha se ajo vërtet do të kishte një moral të tillë. Dakor? Ore ne të dy në një mendje jemi, po nëse unë jam i bindur në ato që them, ti nuk je bindur akoma. Jepja nënës këto. Faleminderit. Do me thënë ti po largohesh. Dëgjoj tani. Ne bashkë biseduam, po unë prap nuk jam i qetë. Duhet më ndihmosh. Këtë më the një herë. Ta thash. Deri më sot nuk të kam kërkuar gjë. Tani kam nevojë për ty. Kam nevojë sepse rrezikohem. Rrezikohem seriozisht. Puna mund të arrijë deri aty sa çështjen ta marrin në dorë organet të tjerë. Am kupton? Ti duhet i bësh prit. Se si mund ta bësh këtë unë nuk e di. Unë dua një gjë të më thuash hapur. Më ndihmon dot apo jo? Do të përpiqem. Do të bëj ç'është e mundur. Miropafsh. Bëj të falë nënës. Faleminderit. Nuk po mje? Ty po të pyes, nuk po mje? Çfarë do? Në rast se të ka mbetur diçka për të thënë, ma thuaj. Nuk më ka mbetur asgjë për të thënë. Kështu? Atëherë thuaj atyre njerëzve të tut mos më shqetësojnë më. Ç'njerëz? Drejtoriut, Astriti. Astriti? Po, Po ç'na ai këtu? atë e di ti. Unë po ta them edhe një herë. Mua nuk duhet më shqetësoj më asnjëri. Etleva, të kërkon drejtori. Më kërkuat shoku drejtor? Përse nuk e merrni lejen e zakonshme që ju kemi planifikuar? Se jam e zënë, ju e dini me çfarë. Po përpiloj procesin për stabilimentin. Do ta lini. Me këtë problem do të merret Neta. Ju e dini shumë mirë që me këtë problem nuk mund të merret as Neta as dikush tjetër veç meje. Këtë nuk e vendosni ju. E po dhe ju nuk mund vendosni arbitrarisht sepse jeni drejtor. Unë jam marrë me këtë problem. Kam përpiluar një akt kontroll që ngarkon me përgjegjësi dikë. Këtë akt kontroll ju e kam sjell dhe ju dhe akoma s'po marr përgjigje. Përgjigjen po jo jap edhe një herë tjetër. Unë nuk e kuptoj se si në një situatë të tillë të flakë në rrugë një numër i konsiderueshëm punëtorësh. Akt kontrolli juaj vetëm konstaton, nuk jep asnjë përgjigje. Pse çfarë jemi ne? Një bank perëndimore? Një bank që është thjesht një mekanizëm për sigurimin e fitimit nga paraja? Krahasime të tilla mos më bëni mua. Mos ndoshta po e krijoni gjithë sofizëm për të ndihmuar shokun tuaj. Bile po shkoni dhe mtej. Po më detyroni që të marr lejen e zakonshme. Dëgjoj këtu. Unë nuk po përdor asnjë sofizëm për të mbrojtur një shok timin. Me që e hape këtë shteg, po të them se ai shoku im ka një ndryshim të ndjeshëm nga ju. Ai ka vetëm një pasion, punën. Edhe nuk duhet më përmendesh më, more vesh? Ndërsa këtë akt kontroll unë do ta ruaj.
do ta arshivoj si një punë të dobët që nuk duhet ta përpiloj as edhe një student i vitit të dytë të fakultetit ekonomik. Me problemin e stabilimentit, gjatë kësaj kohe do të merrem unë. Tani shko të kryesh veprimet për lejen e zakonshme. Besoj se nuk ke më gjë për të më thënë. Kam diçka. Dhe ju dini shumë mirë që kam diçka për t'ju thënë. Më është të drejtë ndërhyni në problemet e mia personale. Si më është të drejtë? Po unë jam drejtor. Jam edhe njeri. Edhe nuk dua t'i lejoj vetes që ta rëndoja me pa të drejtë figurën një vartësi, edhe ikosisht tu pres rrugën fjalëve që mund të fliten poshtë e lartë. Shoku drejtor, unë pyetjen po ja bëj konkrete. Më është të drejtë ndërhyni në problemet e mia intime. Me që ju nuk përgjigjeni dot, unë po ju them se jam në gjendje që problemet e mia t'i zgjidh vetë. Edhe nuk do dënjoja që moralin tim ta përcaktonte një adi, një mjek apo një drejtar. Dale, mos ik. Unë jam drejtues të institucioni dhe më duhet të mbaj një qëndrim. Po, dhe cili është mendimi juaj? Më thuaj ti si do veproj në një rast si ky. Po që rast është ky, mos e po mbluani mënç. Po përse më jeni stulur kështu? Përse po më shkatroni? A nuk e kuptoni se ç'po bëni? A nuk e kuptoni që po merrni pjesë në një krim? Pse është i thuash? Të di në zyre të thotë se po merr pjesë në një krim. Në çfarë krimi po marr pjesë? Ndoshta ka dëgjuar që kam kërkuar të largoj nga banka. Të mos do kërkoja. Jo thjesht se më tha Martini. Unë kam pinget e mia. Edhe mjekun e kam pyetur. Edhe të dashurin e saj e kam takuar. Ai nuk pranon kurrë atësinë e fëmijës. Ç'krim ka këtu? Mirë, thot Martini. Ajo krijon mirgull për të mbuluar veten. Po. Do të shkoj në komitetin ekzekutiv që të më largojnë sa më shpejt që këtej. Por gjendja e saj ishte e dhimbshme. Po do fjalë qish. Po marr pjesë në një krim. Çfarë më sentimental. Jam drejtor dhe nuk duhet luhatem. Drejtor jam, por jam edhe njeri. Dëgjoj, Kleva. Nuk do ta marrësh lejen e zakonshme. Unë i kreva veprimet. S'ka gjë, flasun me shefin e kuadrit. Nesër do të shkojmë bashkë në Tiranë në drejtorinë e përgjithshme për çështjen e kreditit. Edhe për disa probleme të tjera. Unë nuk vi. Do të vish. Je punojse e kreditit. Kjo nuk është më dëshirë. Unë nuk jam mirë. Nesër do vizitohem dhe besoj do marr raport. Nesër në Tiranë unë do të shkoj me tren. Me 7:05. Shof udhëtar. Treni për Tiranë për 2 minuta niset. Mëngjes. Mëngjes. Do shta dje unë të prova. Megjithatë, nuk e di se ku mund ta kenë tepruar.
Në Tiranë nuk kam një shok mjek. Është një nga specialistët më të mirë në fushën e tij. Ndoshta e ke dëgjuar, doktor Nardi. Nëse ti mendon se është më mirë për ty, mund ta bësh një konsult. Astrid, ajo nuk është atë zanë. Megjithatë, gjendja e saj është serioze. Ajo ka një tumor që duhet hequr. Si? Po. Megjithatë, duhet të bëj disa analiza që të vendosim. Pastaj mendoj ti nënshtrohet një operacioni. Faleminderit, profesor. Nuk e mirupafshim. Mbyll. Mosap. Hap. Si e ke emrin? Ola. Të pot pak gjashi? Mirë. Tuj, hajde mbyll prap. Etleva. U shesova, ku ishe?
Dola pak. Doktori më sjeroj mirë. Mos më thuaj kot. Unë e dëgjova vetë. Qenë ka trëmbur. Po dhe jam trëmbur. Më pëlqen të jetoj. Në këtë moshë e dhimshme. Mos mendoj gjëra të tilla. Tani më duke se të të qesh. Të them të drejtën, vjen për qarë. Sigur t'isha vetëm këtu do qaja. Qofse ke nevojë që të qash qaj. Mendo sikur unë nuk jam këtu. Pastaj jesh do t'u morrësh i rrezikshëm. Ndoshta. Unë të thash i bisedova me doktorin. Kërkon të më qetësosh. Megjithatë kam një lloj frike, tani sikur jam më e lehtësuar. Atë peshën e rëndë që po më shtypte sikur nuk e kam më. Erdhi? Ha me ty për të pes. Erdhi. Ishte vizituar në Tiranë. Dhe? Nuk është atë sanë. Me po, si ishtë puna? Ti qëfar ke kështu? Po ku ta di unë e shkreta? Dyshojnë për një gjë të keqe. Baba. Baba. Të vrava me pi. Jo, baba, ti nuk ishe faj. Të vrava me pi, të vrava. Lëri këtë tëne. Baba, do ta pish një gotë? Ha? Nuk më pjetë. Po do ta pish një gotë tani? Ti vetëm ke thënë që më ke si djalë, ha? Të kam. Po që je kjo kështu më pi? Do kaloj. Hajde se nëna po na shtron dhe tryezën. Kemi dhe dy nga ato shishe që të pëlqejnë ty. Hajde. Ngriu. Është verë shumë e mirë, nga e Delvinës. Gëzuar. Shëndet. Baba gëzuar? Gëzuar. Do pim prapë? Po mjaft se e pim një. Këtë thua që e flakur, buçko i baba? Mjaft. O, mama, do pim tani lëre? Po mjaft dhe ta shiva. Mjaft. Ama e. O, mama, nuk tim. Qik fa. Edhe fakt do pi fare. Mjaft pive, se nuk të bën mirë. Mama, mos të mërziti. Jo. Ha? Jo. Mirëmëngjes. Unë. Si ishe mbrëm? Mirë. Mbrëm kam pirë me baban. Shokastrit, i tha shefës ma bëj gati leja. Nuk do ta marrësh. Kemi punë.
Po unë kam nevojë shoku Astriti, e dini. Të thash njëherë që leje nuk do ta marrësh. Unë e di që po shkova atje nuk do përmbahem. Caktoni njëri tjetër, ose fundja merruni ju me këtë çështje si doni. Jam e sigurt që po shkova atje unë do kaloj në ekstrem. Përpiqu që të mos kalosh në ekstrem. Shoku Astrid, është më mirë të merreni ju me këtë çështje. Mirë. Do të merrem unë. Mi sill të gjitha dosjet këtu. Dhe mos I lërë dësit. Me këtë punë do të merresh ti. Vepro si të shikosh të arsyeshme. Shoku Martin. E të mërshme je, edhe këtu më gjete. Aha, përse ke ardhur? Ju e dini pse kam ardhur. Aha. Nuk mërzite sa ti hedhim një sy këtyre kurtheve që kemi ngritur. Jo, nuk mërzite. Ato ditë në zyrë më ke fyer. Megjithatë unë ta kam falur. Këtu nuk pas ka gjë. Oh, më duket e zuri. Edhe del pra të bie në kurth. Për gjithë se sot më duke se do të merremi vesh. Besoj se po. Procesin e kam gati. Është vetëm çështje firmash. Procesin? O tani! Hajde, merre këtë. Ta shoh pak? Po si? Te ka lexuar Astriti këtë proces? Jo, nuk e ka lexuar, e kam përfunduar mbrëm vonë. Do me thënë ju rekomandoni që me këtë çështje të merren organe të tjera. Përse doni të më shkatroni kështu? Apo e bëni këtë nga kryenërësia? Po ç'yn kryenërësia këtu? E qartë. Ti kërkon që unë të ull kokën. Po mirë. Ja po të dorëzohen. Nuk po më thua ti ull duart? Shoku Martin, këtu nuk jemi në lodra fëmijësh. Të paktën fëmijët nuk hakmerren. Më vjen keq pas hakmarrje nuk është. Po atëherë ç'knajsi ke që do të më shohësh të rrëzuar? Ti e di që unë kam nënë. Kam grua, kam fëmijë. Ti rrogo një lloj do ta marrësh. Ajo çka është varrosur këtu në dhë nuk mund të ngjallet më. Kurse ty do të lavdëroj në ndonjë mbledhje. Do të japi një fletë nderi, ja e shumta një dekorat. Po për ato. Nënën, gruan dhe fëmijët e mi. Nuk të vjen keq. Mos I jepni bisedës në gjëra të tilla. Firmoseni. Ta firmos? Tani ti po përfiton nga që unë po të lutem? Merr atëherë. Këtë nuk bëni mirë që e hidhni. Procesin po ja u lë në zyrë.
Keni 24 orë kohë për ta studiuar dhe për ta firmosur. Por di e mirë se brenda tyre 24 orëve, unë do të bëj që ato letrat e tua të përfundoj në kosh. Do të kërkoj unë të ngrihet një grup pune për këtë çështje dhe aty do ta tregoj mirë se kush je ti. Se kush jam unë? Po ti këtë duhet ta dish më mirë se unë. Dhe për këtë ka plot fakte të cilat i si mohon dot. Ti je i bindur që nuk do t'i mohoj. Pa do të mundesh ti që me këto zezat e mia të mbulosh milionat e hedhura kot? A do të mundesh dot? Keni 24 orë kohë për ta studiuar dhe për ta firmosur. A do të mundesh ti që me këto të zezat e mia të mbulosh milionat e hedhura kot? A do të mundesh? E të levën kërkoni? Po. I thash një vajzë, për ndoftë ka arruar. I them unë po tjetë aty. Faleminderit. Ai po të pret. Unë mendoj që duhet të takosh. Nuk ka kuptim kjo që po bën. Alo? Po, këtu është. Urdhra. Adi jam. Nuk të lemër unë që po të pres? Të gjotë lema. Mua më erdi keq. Më erdi shumë keq. Unë nuk jam sjellë mirë me ty. Po ti duhet më kuptosh mua. Ishte e pabesueshme. Ishte diçka që unë nuk e përtypja dot. Alo? Pse nuk përgjigjesh? Alo? Të gjotë lema. Mua mbrëm nuk më zinte gjumi. Vetëm ty të kisha në qërë. Njeriu ka dhe qaste të pësie. Ka qaste që nuk ka dëshirë t'i kujtojmë. E t'leva më dëgjon. Unë kam nevojë të flasë me ty. Po të pres këtu poshtë. Shiko se që më ka bërë ajo. Lexoj. Që më shikon ashtu? Ne duhet ta detyrojmë atë që ta gris, ta zhduk, ose ta anulloj këtë proces. Dëgjoj mua tani. Do të shkojmë bashkë në komitetin ekzekutiv. Ti ke kërkuar para pak kohësh që ajo të largohet nga banka, apo jo? Kam unë një vend për ekonomiste. Nuk vi dot, Martin. Çdo të thotë kjo nuk vi dot. Nuk kam se si të vi. Kur kërkova largimin e saj, të them të drejtën kisha mendim tjetër për të. Ai mjeku, ai idiot e krijoi lëmshin. Unë isha me të në Tiranë. Ajo ka një tumor, e kupton? Po mirë më dhe tumor le të ketë ç'më duhet mua. Pse të rritëm pyjeve do rropatem unë? Ti e di ç'opinion kanë për mua në rreth dhe në qendër. Ti e di edhe se ç'propozim është bërë. Tumor. Do të më shpifet edhe mua një tumor që... Po mirë ti e kupton apo nuk e kupton se në ç'gjendje jam? Unë e kuptoj. Po ti e kupton se ajo ka të drejtë? Ja te ke jetën time.
Kur të hedhësh firmën tënde, tek emri im hidhe dhe firmën për mua. O Martin. Alo. Thuaj atë letës të vi pak në zyrë. Sa po unis për tek treni. Do të shkonte në Tiranë për të bërë disa analizë. Faleminderit. Shoko Astrid, po ju këtu? Erdha për ty. Vetëm që nga? Mama jam pret në Tiranë. Kur do të kthehesh? Nuk e ti, varet nga analizat. Ku të shkon mendja? Jeta që nga gjë më e shtrenjtë që pas ka njeriu. Kur nuk je i smur, nuk e kupton se sa vlen. Se që kam një parandjenjë të keqe. Të mërzita më duket, po kam nevojë të flas. Kur po vija për këtu pash Martinin, e di, ndonjëherë më duket sikur edhe unë e kam rënduar ca. Edhe ai tani ndodhet në një pozitë shumë të vështirë. Shoko Astrid, në qoftë se ju mendoni ta rishikoni procesin, unë nuk kam asnjë kundërshtim. Nuk dua t'i rëndoj askujt pa të drejtë. Të paktën për këtë dua t'jem i qetë. Unë e grisa e procesin e tëre. Nuk hidhet firma për të dënuar shokun. Nuk e pajtot. E ndjej që më krijon shqetësim. Tani besoj e i qetë. Po që rëndësi ka? Edhe nëse nuk jam i qetë tani, mund të qetësohem më vonë. Ty do të lutem për diçka. Dua që të harrosh këtë histori dhe të mos më përmendesh më. Do e mos që nuk do ta përmend. Aq më tepër që ky tani është bërë fakt. Ti e ke grisur atë. E vërtet është, e kam grisur. Jo një herë, disa herë. Por më ndodh diçka e çuditshme. Edhe pse e kam grisur kaq herë, e kam gjetur përsëri mbi tavolinë. Një Apollonia. Faleminderit.
Pse nuk më flet? Një i vrarë nuk flet. Ti e di që unë jam i vrarë. I vrarë nga pabesia e shokut. Pse më flet në këtë gjë? E çfarë çmimi më shite? Që nga i hidhur sot. I hidhur jam. Kam pirë mjaft. Jam dehur me kupën që më mbushe ti. Brut, tu drodh dora kur e hodhe helmin. Martin, mos më thuaj brut. Po mirë më thuaj ti me çfarë emri të them. Astrid. Ti nuk je më. Po më dënon më rënë se sa duhet. Kaq? Unë nuk e di si po përmbahem. Kam një zhgënjim të tmerrshëm. Përse e bëre këtë? Qartë nuk mund të përgjigjesh. Unë e kuptoj. Do shta ndonjë ditë do ta kisha marrë këtë goditje nga dikush. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi nga e leva apo nga dikush tjetër. Po tani që goditja më erdhi nga ti. Kur ti më kishe premtuar. Më kishe qetësuar. Më thëmë sa nuk ta them tot. Ti ma vrave, brut. Nuk duhet ndalemi në këtë mënyrë. Po ti që ti pozitën time, çfarë do bëj? Nuk e di. As që duhet ja di. Tani duhet që ndroj vetëm. Kam nevojë të qetësohem. Më lër të qetë. Dëgjoj, eja ta pim një kafe në shpi. Një kafe? Po duhet pirë një kafe. Po bashkë nuk mund ta pimë. Në qoftë se nuk vjen, atëherë edhe unë kam të drejtë të mendoj se midis nesh nuk ka patur kurrë shoqëri. Përsëri bën godet. Mirë po vi. Kam lënë diçka në shtëpinë tënde që unë nuk e marr dot me vete. Po as ti nuk e fshin dot. Hajde. Unë e kuptova sa vli. Por ka diçka që nuk mund të shitet.
diçka që është në këto korridore. Në këto dhomë. Në këto mure. Që fletë kështu, morbi? Kam pirca si tepër. Shtriu pak atër. Jo, nuk duhet të shtrijem. Merë, pje kafen. Të kujtohet, mama. Dikur këtu vinte një djali i vogël që sinte gjumin në prerin tënë. Çka fe pas ke bërë, mama? Do ta mbaj mend edhe këtë kafe. Mos e harro, mama. Ai djali i vogël që sinte gjumin në prerin tënë. Po ti qëri, shko për cilë e djali. Jo. Këto shkallë duhet i spres vetëm. Sa frika të sake... Sa o drëmba. Sa po mora përqiqja. Nuk është malin. Nuk isha arritur akoma të gëzohesha plotësisht kur dëgjova pranimin. As më merrte mendja se do ishit ju. Hajde. Do të të shë në stadion? Nuk e di. Po ju që plan kene? Në ora 10, kam takim me drejtorin e përgjithshëm të bankës. Deri në 10 jam i lirë. Ku ke dëshirë të shkoj? Nuk e di. Dua vetëm të shëtis.